Përshëndetje dhe mirë se ardhët në Oda Podcast. Unë jam Joana. Unë jam Marko. Edhe unë jam Manjola dhe si gjithmonë mas kamerë kena producentin ton Elvisin. E ardhi fundi këtij vitit. Ardhëm në muajin dhjetor. Gjithmonë të paktën shumica prej nesh, se ndoshta kisha thënë jo të tanë, por shumica prej nesh thojmë, i kalaj edhe ky vit. Si iko? Për disa ndoshta ka qenë i shkëlqyshëm, për disa ndoshta jo dhe aq. Për disa mund të kenë edhe shumë i trisht, por urojmë që shumë prej jush që na ndjekni keni pas një vit jashtëzakonshëm. Por ndoshta dona me marr pak momente për me pas se edhe unë më para si më kaloj ky vit. Kanë kalu 11 muaj ky muaj i fundit që s'njet heq se je tu përgatit para festave, ja du me vu pemen, jo dritat, jo gjanat, jo muzika, jeta shumë e shpejt, në përgjithësi e jam on këtë muaj. Pra, të reflektojmë pak se si na iko ky muaj, ky vit, kaq shpejt edhe ardhëm në muajin e fundit. Po, una, si e thua ti Manjol, njeriu reflekton jo vetëm për vitin, por ka herë reflekton edhe për ditën, se ka kalu ditën. Po. Që në ma vitin. Po, çdo njeri ka histori të ndryshme, e ngjarje të ndryshme. Viti është i gjatë, edhe pse jeta thënë as e shkurt. Ka njerëz që kanë pas suksese, ka njerëz që kanë pas dështime. Ka njerëz që E ti, po, për shembull, unë du me të pyet ty, si ishte viti jot si mjet? unë me da thanë drejten, viti jem ka një 2 vjet që është shumë i mirë. Mashallah. Po pala me kaq, unë jam me fat që jam këtu me festu festat me familjarët e mi për një arsye që është pak personale, por edhe unë falenderoj Zotin që jam me familjen teme, me njerëz të mi dashtën, me festu festat. Viti ka qenë shumë i mirë, pavarësisht se gjatë vitit njeriu gjithmonë ka kërkesa, ka disa ëndra tjera, por duhet me shikju atë më thelbësore, kur njëri shnosh i ka tana. Me shnedën nuk ka kurrë. Shnedja është pasonia më e madhe që ka njeriu në vetvete, por edhe te familjarët e tij. Sepse në kjo është familjarë, për të Zot, ka një ankesë, më është shëndetësore, nuk bjen mend më as të pasonia, as të luksi. Ajo diskutohet sepse çdo njeri, të paktën shumica, se ndoshta po e përsëris vetveten prap. Në fillim të vitit thojmë, jo, du me bë këtë, du me bë. Në një farë, sidomos ndoshta kur i ri ose e re nuk ke plane, po kur vjen në një mosh pak më të pjekun, sepse na jena la të ri, por kur vjen në një mosh më të pjekun, thu që kisha dashur si mjet me arrit këtë ose me arrit atë gjan, dikush dën një shtëpi, dikush dën një makinë, dikush dën një fejes, një martes, një fëmijë, domethënë të tanë kanë ato ëndrat e tyne. Por është e vërtetë ajo që the Mark, që në fund të fundit para shëndetit nuk vehet asnjë gjë. Edhe unë më e para pa me mendu për shembull për këtë vit, në radhë parë i them Zotit faleminderit që jam këtu, edhe që ma ka dhënë mundësinë për me shiju këtë ditë, edhe inshallah edhe shumë vite tjera, sepse primen kur vjen punat e shneti, kena pa shumë, kena një shumë edhe kena kalu shumë edhe si njerëz, edhe na si persona, edhe unë si ma e para, Vetë, personalisht kam kalu ndoshta një vit që ndoshta kërkush sepse të ta në fund të fundit vëm atë një fasad, vëm një fytyrë ose një pamje që ndoshta kërkush nuk ta din hallin ose ditën se si e ke kalu. Ndoshta kam pas një ditë të mëshme, edhe por kur takohem me ty ose me një tjetër buzëqeshi, sepse kërkush në fund të fundit nuk ta din hallin, as mundet me ta kjo hallin, edhe e kupton se kush kanë kenë njerëz që kanë arrit me kenë për ty, edhe ata që s'kan kenë, ndoshta ki pa njerëz që ki hum, ndoshta ki luftu me vetveten, ndoshta ki kalu një periudhë të jashtëzakonshme, por kur arrin edhe
e shef në fakt, unë personalisht them që i vetmi qenje e jashtëzakonshme, ndoshta edhe të na dyrt kanë kënd me ona, por e kuptova që Zoti aty ishte në kohët e mia më të vështira dhe majti nërdur, atëherë kur ndoshta kërkush nuk kujtohet për ty, ose kërkush nuk ta ndin atë dhimbjen tënde, ose atë plagën që nuk mundet më pa. Që ndoshta e kam thënë kur dikush operon zemrën, i shifet ose kamen ose dorën, ose ka paterica, thonë, "Oh, ai je mirë." Por ndoshta atë depresionin ose stresin ose gjana shëndetësore që nuk shifen, nuk t'i shef kërkush edhe nuk ta beson atë dhimbjen edhe të merri ndoshta që kalon për mrena. Por në fund të fundit, në ato ditë të vështira është gjithmonë Zoti gjithmonë dur edhe e kalon edhe thu, jam prapë zoja me marr frym. Ky ishte ndoshta mësimi më i madh që unë mësova. Ky deshte me thënë se na këtu në Odën ton zgjellim tema që secili për jush e gjeni sa do pak vedin. Kjo ishte, nga që ishte fundi vitit, mendume që ke ishte në ato temat që edhe ju do të gjeni vedin, edhe ju do të ndani me ne se si ishte viti juj, por përveç reflektimit, jo veç viti, po edhe jeta, na jep edhe mësime. Kështu që jam e sigur që edhe ky vit si mjet, përveç se gjanave që ju dy i përmend, që edhe unë e gjej vedin aty dhe shumë për shikusave tonë, kena edhe gjana që kena mësu për i këti vit, sepse besoj se sa ma shumë që kalon jeta, aq ma shumë në mëson, çdo vit në mëson për herë ma shumë. Për shembull, personalisht ky vit më ka mësu me vlerësu gjanat e vogla ma shumë, sepse janë ata gjanat e vogla që i harrojmë. Më ka mësu me pas ma shumë durim. Më ka mësu me kenë edhe me zhgënjimet. Më ka mësu që mas me pretendu që jeta është gjithmonë kollaj. Më ka mësu që ky durimi nuk dhe me thonë që je i dopt, dhe me thonë që ki besim të ajo që Zoti ka shkru për jetën tonë. Më ka mësu edhe pavarësisht se jo dhe atë shumë sa duan, me fillu me e dasht vedin pak ma shumë. Me kenë ma zemërgjan me vedin, njashtu si kur jena me botën. Se shpeshherë jena shumë të mirë me tjertë edhe jena shumë të eger me vetë-veten. Të dasht vedin i jep edhe njerëzve që ke për rreth ma shumë dashni edhe dashnin e duhen. Na mund të flasim për shumë gjana, por mendoj që kajherë në ata ma kryesoret janë që mësojmë për vitit. Edhe që janë ata gjana që ndoshta nuk dona edhe mi përsërit kajherë vitin që vjen. Sepse shpeshherë ndoshta na mëson viti diçka, por prep i përsërisim gabimet, i përsërisim gjana që thojmë ndoshta nuk kena qef mi marrë në vitin tjetër. Unë kisha thonë për shembull te kjo që tha shumë e vërtet, por a din si thojnë, i miri i keq nuk bëhet, edhe i keqi i mirë nuk bëhet. Ndoshta shkan deri në një pikë, por më shumë ajo fjalë është jo me vend, po me super vend që po s'desh të vedin, s'mundesh me dashur as kërkan tjetër. Por edhe atë tolerancën me pas në fakt për vedin, sepse po jena armiku në fakt më i madh, jena na i vetë tonë, sepse e gjykojmë, nuk e la me marr frym, japim gjithçka për atë tjetrin, po kur e ke atë zemrën e madhe, s'mundesh mu bë edhe mas mu kur të vjen dikush nder ose të bën dikush telefon, a mundesh mi thonë që jo s'du me të nimu. Ndoshta fillojmë edhe bëna të këqise, tash nuk e di se nuk e di se ç'na bjen. Nuk ka punë që nuk mundesh me thënia se ti ajo që je, ti nuk mundesh me ndryshu për asnjëri, por njeriu duhet me ditë, vjen një kohë me vu limite. Po. Edhe pse vjen limite, nuk do të thonë që ti je njëri i keq, nuk do të thonë që ti ke ndryshu, s'dan me ndimu. Njeriu duhet me vu limite. Edhe ja, keni drejt të dyja, po
Kjo se do vazhdoj me folë për reflektim të vitit. Po kjo është, unë për vete ishte, një sekund. No, 2 sekonda. Dhe më thanë, kjo s'ishte thjesht për teori. Kjo, atë që shprejha sinqerisht eksperiencën edhe reflektimin e vitit tem. Nuk është dhe më thanë... Do vazhdojmë të flasim për reflektimin. Po. Do të mënu një diçat që na bëjmë gabime i herë se mënyra se si na reflektojmë ose si e mendojmë jetën personale tonë na si njerëz. Gjatë jetës njëri nga eksperienca e jetës mëson. Po. Jeta e shkollë, thojnë. Po. Unë kam arritur në konkluzion që na njerëzit në përgjithësi, të fillu edhe prej vetes teme, të dash me gjetë lumturinë jashtë vetvetes, bën gabime më të madh sepse lumturia gjehet brenda vetvetes. Në vërtet. Kjo se njeriu nuk e gjen lumturinë brenda vetvetes. S'mundesh. Nuk kemë gjetë kur lumturi jashtë vetvetes. Gjëra materiale janë të nevojshme, të bukura, të këndshme dhe njeriu i shijon me makina, me luks, me çanta, me shtëpia, me vila, me njëra tjetër. Por lumturinë thelbësore njeriu mund me gjetë në vetvete. Dhe në rast se ti shpirtërisht nuk e ushqen veten me lumturi, ti pas parasysh të lumturia gjehet në pjesëtarët e familjes. Pas parasysh të lumturia gjehet të fëmia, të bashorti, të bashortja, të motra, të vllai, të shokët, të shoqja, aja është lumturia që krijon tjetër botën e lumtur brenda vetes. Është e lumturia që nuk blehet me lek. Plus mandena duhet me pas parasysh që gjatë vitit, si e thash në fillim, çdo familje ose individ, dikuj ka lejë fëmijë, dikush nëse ka humb një person familjes, dhe viti i fund vitit i kujton ata gjëra. Pra atë, dhe më thonë, është një temë sa prekshme. Është një proces jete dhe është një fenomen që nuk mund të ikë asnjë. Por festat kanë gëzimin e vet dhe kanë edhe jellëmin e vet. Por në rastet më shumta festat kanë gëzimin sepse mbledhen të pas parasysh se bëjmë edhe një jetë të shkputën sot familjar, se ndoshta djali në Itali, vajza në Gjermani, baba Ja njerëz të shpërdanë, provohet. Ora madhe, edhe atëherë mbledhen të tanë për festa, mbledhen tavolinë që diku e festojnë gëzojnë. Kush ka fat? Sepse, për shembull, jo të tanë munden për mu kthy edhe për me faleminderit Zotit kur i thojnë e kena atë lloj bekimit që për mu personalisht fundi i vitit janë festat më të preferuara të mia, sepse prej mend është ajo që bashkohen tanë duket sikur se dashnia ndoshta është më e madhe, edhe prej mend është ajo dashnia që janë për njerëzit më të rëndësishëm, familja. Edhe unë si gjithmonë, por familja është një gjëja më e mrekullueshme që mundesh me e pas, edhe nën bab, fëmijë edhe partner vinë ralliten, kur shkojnë me rall, por janë agjaja më e shtrenjtë që mundesh me e pas, pasunia e vetme që s'mund të blehet. Në fakt, ajo është një dashni që nuk mund blehet. Tesh a thu ka me dashti fje ma shumë për patë e lek, tesh edhe ndoshta dën. Por me të vërtet duhet për mi thanë Zotit faleminderit për këtë gjë që kena. Festa, Gjoana kene vogël, a mundosh gjithmonë Gjoana se me bë qevin, se gjithmonë ati të vogël du mi bë qevin. Po, me lojna. Mi blini për shef. Se tërës ma bëjnë ma qevin, vesh dikur, kujtaj dikur që ma bëjnë qevin. Në kisha fjone si për festa gjithmonë është shpi i birë ma shumë, ma hanja mencinë ma shumë, po ati fësua një përcalet, atë mu po më kujtojt i përcalet, ishin kënë një Amerikan, një japonez dhe një shqiptar, të nej, edhe kjo Amerikani, me shqitë me thot, teknologjinë që i kena na thot se ka kush. Pse i thëjnë? Në ka lejë fëmijë, thot, në Amerikë pa dur. Ja kena vu dur provizore, thot, e kur arrit a ba kampion boksit. Vaj, thot, japoneze, po qa fjatë temur, thot. Ne thot, në ka lejë, thot, një japoni, thot, një fëmijë, thot, s'ka pas dur, as ka. Ja kena vu, thot, një ashtu, dhe në thot që a ba kampion boksit, pa ba dhe kampion atletiket. Sa mirë, të shqipjore, për qanë ta historina kohët e mërë, thot. Na thot kena teknologji, thot. Hajde, qa keni baju? Ne thot në ka le një fëmi pa të rumë. S'ka pas të rumë hiq.
ku arrit të bëj kujtova për tijet. E vogël, këtë na le surprizë, domethënë. E kita fjalën që për festa gjithmonë adin treguan Barceleta, prova. Edhe festat na kujtojnë edhe kajherë shkoj mrapa në kohë, se si kanë kënë festat pak edhe dikur, por na kujtojnë që sa të kena shumë gjana, pse kena përmend shumë herë materiale, kena shumë dhurata të pema, po gjaja ma kryesore që kena pas dikur edhe s'kena pas kështu dhuratash, qendra tregtare, kështu kena pas kush ka kënë për rreth pems, familja. Sa do mirë që t'jena në ka ana ndoshta financiare, janë ashtë e ana shpirtnore që nuk është kurrë promotion, sepse sikur kena fol në episode tjera, ka shumë shtëpia që janë boshe, që i kanë fëmijët në përbot, i kanë tavolinat, jo ashtu si e meritojnë për me i pas. Ashtu është. Me qenë se në vune në melankoli. Jo ma, thash po kënaja dy kangë vogla. Dy kangë po rrej, po nesë. Një ditë bukur maj, unë të takova, tek pori u lur në një lule, lulet e majt për ty ndërova, bukuri në shpirt veç ti ma vure, por tani e vy shkur ma sker, lulet e tua për mua s'kan më vler, nuk je lulja bukur e dismajit, por je lulja ka ngësimet vajit. Kjo ishte thjesht për përshëndetje. Të shpënaban me mbyll episodin i të. Ja, kjo ishte sa për Oda podcast. Jena dhe më thanë. Me kanë këto me thonë drejtë herë këpije dhe një këtë. Në gjëna, ke tiftu me fotografia, ke thonë që i këngëtor të. Ja, kam kënë, po kam kënë kur kam kënë i ri. Si ishte e konga që e knove parë? Cilën? Kur ishim të pare se me fillu. Po që dion kam një dhëtë kënë pasën. Fajse, boni rëcita shpejt, s'gjo mërë njënën edhe bane? Ja, festat janë preman janë bukra, por kam në ditë të mënu që duken bukra sot festat, sepse tanë kena kamera, kena telefona, kena aparata, bëjmë fotografia, pjatat me mish, pjatat me kartolla, me makaronat mushna, me fruta detit dhe me njënë tjetër. Por që më ka ba për shtypit i qa, që dhe mas të 10 vitet e funit, pak kush i feston festat në shtëpi. Nuk është ma modë mi festu festat në shtëpi, duhet me shku në lokal atje, me 500 vet, me 300 vet, edhe ja ka lezetin. Nanta viti 3 kisha thonë është ma tradicionale këta ko. Dakor, po edhe ja ka lezetin e vetë. Por aja sikur të distancani fije prej ati rrathit vogël. Me në jënë. Po të për shembull, du me fol kratë zërave. Diku e gjanë, po pasam dikur, kur s'kena pas ku më shku, kena dhe të në bashkë me të. Prej mazite, deri, masorës, dëmaj... Po kush është lullë? Kush a lullë, baba të qadro. Ja, baba sa lullë, pa ja hek punën babave, se dhe të lullë. Pra, me marrë mollat, me marrë portokal. Po nanat e shkrejta që punojnë tonë vitin të shinate, dojnë pushim? Nana shkrejta lullë me pilafin. Po të shëpro, i pilafe, i kadaife, të shata duhet mi dhoni ditë pushim. Kështu që... Kanë kene jo nana heroina, sepse nana është tim vedi, ju sa herë gjithmonë, është kredi natyrshme që femna me i ba mate për jahon nëns, po ashtu edhe meshkut, po nana tona përveç dashni që në kanë dhanë, kanë kenë lavanteria jonë, kanë kenë gurrinja tonë, kanë kenë edukatorët tona, kanë kenë engjëj tonë, kanë ba të në rollit. Nuk thoi, si nonën e ke doktoresh, nonën e ke mësuse, nonën guzhinjere, nonën pastrese. Këtë episodi pra 1-2 herëve më duket i e krytëzu. Edhe, ja, bane mirë që e përmende pak. I këtë kuptim që unë nuk du me shpjegu,
ka ishte ke një temë tjetër, doli një temë tjetër, po... na Jo, pas- këtë e the shumë në mënyrë natyrale, po ta mbani mirë, sepse ka Po një... njeriu e lep një mendim të vetin ka herë, edhe ndoshta nuk din me shpreh si duhet, edhe ndoshta ka herë nuk ka shti Zoti me e shpjegu ashtu si don. Por në ato në dina jo vetëm na shqiptar, po sa do i mirë apo i keq me kënd dashnia për nanën Është është e në nivel pazëvendësueshme. barabart, s'ka rëndësi ai je profesor, ai je inxhinier, ai njëri pa shkollë, nanën tonë do nisej. Pra, kërkush nuk mund me dalë me thënë që unë nanën du më shumë se e dan ai, as me dalë tjetër me thënë që unë e du nanën time më shumë se e dan ai. Nana tona janë nana tona që heroina. Edhe herë të është më shku mrapa të ky vit, qa është një diçka përveç reflektimit, një diçka që ju ndoshta ju ka mësu diçka tjetër, tre. Na kena një rregull këtu, që e kena vu qysh në fillim, që dhe mos Elvisja kena i pari që në ka thanë që në mos me fol për politikë, jam mu marrë në politikë, se nësina politikan, mos e fol për politikë, dhe ashtu do bajmë, nuk do flasim për politikë, sepse ka shumë kanale tjera që flasin për atë punë. Ka analista në çdo kanal televiziv. Që në menda që s'ka lidhje me politikën, uroj që vite tjera, uroj me gjithë zemër që vite tjera, shqiptarët mos largohen nga vendi i tyne. Pavarësisht se është një plagë vjetër dhe vazhdon, por unë uroj që shqiptarët njështu me një të hallë, me një të probleme, mundon në mendojnë vendin tonë, sepse nuk ka si vendi janë. Tash e kalove se vajza pyti reflektimin, ose qa që ka mësu. Dhe që të ka mësu përveç politikës mas me ikë, se tash ade e kena thonë, edhe në më të partë kena ikë, nësë kena goj me fol, Ky vit prej ta përfundojmë fjallën, edhe vazhda. Jo, derisa me thanë që ky vit bashkë me pak vitin tjetër, për mu kanë kënë, si se thash vetëm njësaj, po më kanë ba me reflektu, edhe me menu, që kur njëri nuk duhet më dërzu. Njëri i dërzohet vetëm kur të merr vdekja. Se sa është njëri i gjallë, ka në fakën të, sa është njëri i gjallë, A shpresa. a shpresa edhe nuk i dihet jetë si jeta mund me marrë të pjetë, po mund me marrë edhe për pjetë. Kështu që njeriu duhet me jetu jetën ashtu si ti vinë prej Zotit, dhe kur mos të hekun dorë prej Zotit, sepse Zoti është ai që e ka shkruar për ne Ka fjallën e fundit. që sa kena me jetu, por edhe si ka me kënë jeta jonë. Pa Zotin, në nuk munda me ba as një hap, as para, as mrapa. Bi më shumë se Kjo kur. është një në reflektimet e mia që unë e kam pas ta jetën, por sidomos vitet e fundit. Edhe unë bi më shumë se kur dakord me ty, sepse ndoshta pak më përpara thash që Falë më jo se nuk po du me ba si fetar. no, s'është sepse të tanë besojnë në një sinqert edhe është komplet që ashtu e ndi. në fakt nuk është për me ba për fetar, sepse na jena për të tana fenat ose të tanë besojnë në një Zot, edhe unë së gjykoj as ku beson ti, as ku besoj, as ti s'më gjykon mu se ku besoj une. Rëndësi ka me besu, në qoftë se beson në Zot, është vetëm një Zot. Edhe kush është Zoti jot, thot ban mirë, edhe s'ka problem, dhe më thonë, s'kena nevoj me gjyku, as duhet me na gjyku, as ata që na linë për fjalë që thona kur i drejtona Zotit. Sepse me të vërtetë është në ditë më të këqija, është Zoti që të ma nërdor. Edhe në ditë ndoshta të mia të personale në fakt, në qoftë se kam pas një gjë shumë të keqe që kam kalu në këtë vjet, edhe i thu Zotit që të lutem mas merr, se si jam gati për me ik. Edhe a din qa, e kupton që prej mas Zotit ka marr, edhe ta ka lanë.
ta ka plotësua dëshirën ta ka një. Atëherë mos e merr mësohesh për me thonë, s'ka me marr jetën për kredit se s'po vjen as fjala don't take it for granted. Mos e Për të mirë qenë. për mirë qenë, sepse ata kallon shansin shijoje, ata kallon shansin jetoje jetën. Jeta nuk është se sa po mundem me marr frym, po faleminderit mallit Zot mundem me marr frym, po bën që çdo frymmarrje të ketë kuptim. Edhe tjetë falenderim ndaj Zotit, edhe ndaj çansit të dytë që të kallan, ose të tretit ose të katërtin, sepse Zoti na jep mundësi pa fond. Çdo emigrant na I shohim festat, pavarësisht se ne I festojmë festat këtu kudo që jetojmë nëpër botë, I festojmë si shqiptar, me traditën shqiptare, me zakonet shqiptare, por gjithashtu kena mundësinë sot edhe nëpërmjet televizionit I shohim se si festohen festat në trojet tona, ku jetojmë. Gjithë cilin qytetin e vetë, apo edhe si në Kosovë, si në Shqipni, si në Maqedoni, në Malzi. Në Maqedoni. Dhe ashme të vërtet një diqa bukur, sepse vit mas viti festohen festat kaq bukur, edhe ajo ngjyra kuqezi që mlohet çdo qytet, mlohet çdo rrogic, I nep një frym tjetër, I nep një bukuri tjetër vendit tonë. Se festat edhe herë ushqejnë dashnitë e njerëzit, festat I napin njerëzve mundësinë edhe me harru vujtjen, me harru edhe një person norta që e ka lënu me dashje ose pa dashje. Festat duhet me kenë ajo dritarja që ushqen dashni të çdo njeri, dashni shpirtënore që me mujt me e plotësu vedin nëpërmjet dashnisë edhe njerëzve që të rrethojnë. Dashnia është shumë e bukur se na të kalu për një temë aty përzi gjana, po dashnia ka vend gjithkohë në çdo temë. Por ti e tha shumë mirë që këta festat kur reflektojmë duhet që me na bashku, me na pru më afër njëri tjetrit, por gjithashtu mendoj që edhe këta reflektimet nuk duhen me kenë gjithmonë, sa është mirë që the me u afru, me fal, me reflektu, por këta reflektimet duhet me kenë që ka herë, siç e thash më përpara, jo gjithkush ka vend në zemrën tënde, jo gjithkush e meriton me kenë aty, duhet edhe me kenë reflektimi pak më kritik ka herë për vitin e ardhshëm, sepse tanëve na ka mësuar jo vetëm ky vit, por në përgjithësi jeta na mëson që për shembull jo çdo shok, jo çdo shoqe është e përjetshme. Jo çdo Dakor, kisha fjalën që më thonë ka herë, se çdo fe thot edhe me fal, gjana të me fal, po as diskutohet. Por janë da gjana që njeriu duhet me fal, se kur na ka fal Zotin, na nuk jena shumë të vegjël përpara tij, që mas me fal, por duhet me fal një njeri I cili e kupton që ka bë gabim. Nuk mundesh me fal një njeri I cili nuk është I ndërgjegjshëm për gabimin që ka bërë. Kështu që ban Zoti, mos harrojmë, na s'bën gjykime. Absolutisht. Por edhe faljen e bën Zoti. Ja, Zoti ka thënë, Zoti na ka dhënë urdhën. Zoti na ka dhënë Ti fal ashtu si fal të tjerët. Nëse se jena të fol shumë për na duket No, se ajo që thotë Joana në fakt është e vërtetë, sepse si fakt ka herë a mundesh me fal një njeri që të bën herë mas herë skeç. Nuk mundesh më kthy. Jena të fol për reflektimet për vitin tjetër. Nuk do të thonë gjithmonë çdo gjë është perfekte. Nuk është puna që asnjëri s'jena perfekt. Asnjëri. Kur thojnë më I miri, më katnon 7 herë në ditë. Normalisht kush e di se sa më katnojmë ditë. Por në qoftë se nëse si kena numëru, por e vërteta është me të vërtetë ndoshta kur mos I bën keq kërkujt, aja është numër 1, edhe normalisht në qoftë se unë nuk shoh që më jep energji të mira, s'kam pse me harxhu kohë. Filozofët e Ja, më unë duhet të fol për vetë. Ne flasim për eksperiencave tona dhe për mendimeve tona. Unë isha të fol personalisht, disa gjëra nuk du që më I çun vitin tjetër, du me ndryshu. Po ja, po ti ndërpret ne, po ta përfundojmë fjalën, se ti gjithmonë e kput fjalën tek aty për sport. Jo, filozofia.
Qa bëjnë femra? Po jo, duhet me mniti mu për me diftu filozofinë e vitit e. Nuk një që ju keni vitit thoni me 1 janar ka me nis dajet, s'ka me arë, djetën, ka me shku me bo ushtrime, ka me dopsu, edhe këtë keni. E filloni 1 janar, me datën 1 filloni, me datën kur është të honja tjetër, me datën 7, në leni. Të shka ishte... ishte për mu e për Manjolën, po s'ka gja. Marko ka drejt, në fakt se shumë herë bajmë lojna me këtë gja se gjithmoni fillojmë djetën të hanën edhe përfundojmë të hanën, me gjithate një ashtu thujmë edhe për vitin e arshëm, dëna me fillu djetën e në zen vitit tjetër, po njësoj. Por, me thonë drejten, ja kam lakmida njerëzve që i mojnë këta djetat edhe stërvisin trupin e tana. Por që kisha dasht unë, që kishte e kënë dhe me thonë një diqa që kisha dasht, për botën, kishte e kënë me stërvit pak shpirtin. Ma shumë se sa trupin. Kina fillu me u përkushtu ma shumë trupit se sa shpirtit. Edhe thamë që kishte e kënë shumë ma bukur bota me baj gjatë djel. Mu me thonë dritën pëlqej shumë, nuk e di e kene një këto lajmet. Unë s'shaf lajme, për ata që m'jovin dhe me thonë, edhe kur thamë fjallin lajmë hapit në anë sytë, edhe i ma njollat unë i lajme. Por pashë në fakt papën që i kishte shku në Turqi edhe i kishte dhe një mesazh fantastik edhe kishte shku të Xhamia Blu ku thotet që na duhet ta dojmë njëri tjetrin edhe të bëjmë të respektojmë zakonet e njëri tjetrit edhe të jena bashkë me njëri tjetrin. Kështu që mos t'i shohim as njëni as kërkanin. Dalte ajo fjala që sa po tha Joana, ti bëjmë stërvitje shpirtit. Edhe mos mundona mi ba kur kujtas gjan më të vogël edhe ndoshta po mos bëjmë stërvitje faleminderit Zotit a ke shnetin nëse mundesh mi majt ata kile që ke s'ka gjë por shpirtin ati bëni stërvitjen më të mirë. Mesazhi jam shumë bukur mesazhi më njëri edhe që na bane marrë që na the fund jetën që me kalu i fije me sportivitet. Pa me na një thashën ju se femrat e fillojnë vitin e ri, ti e kishe shumë të vërtet, por ishte diçka që ka i herë muhabetit zjarë muhabetin, edhe janë të gjana që ndoshta tamani ndim ashtu, edhe kur del muhabeti, i shprehim në atë mënyrën tonë. Kundra kësaj. Cilës pjesë? Që femrat e kanë pik dog, du më të pësu, sa fillojnë këtë ditë, këtë vit, këtë dhe. Por mendoj njëri jo, si të ka ba Zoti, është gjëja ma perfekte. Nuk ke nevoj mund një shumë hiç, një ashtu si je në rregull. Bukuria femrës është e buqeta luleve që janë tana të ndryshme, kanë ngjyra të ndryshme, forma të ndryshme edhe aromë të ndryshme. Pra, me pakenë tana thana dhe buke njësoj, zot kishte pas kuptim. Normalisht. Po njëra ma holl, tjetra ma trash, tjetra ma gjatë, tjetra ma shkurt. Bjonde, brune, ka sy bëj qiell, sy bëj kaf, zi, si bëj dan jeshil, se kena shumë se... Por, si tha Joana, më pëlqeja që tha Joana me ushqy shpirtin, gjatë tanë vitit, edhe festat janë edhe ditë që njerëzit reflektojnë i fije të dashnia, të besimi, të feja, të njëra tjetra. Po, është bukur edhe mas mi kalu në vitin tjetër, qose ke pas të shgënjimin, qose ke pas një gjë, me mundu me elan me këtë vjetën, mas me kalu në vitin tjetër. Por, që bota sot, pavarësisht se ka njerëz, edhe ka shoqata, edhe ka individ, që mundohen me bas atë sa munden, për me ushqy shpirtin, për me dhënë dashni, por mendoj se bota ka kanë edhe është në një periudhë shumë të errët. Ti pas parasysh luftat që bëhen, ti pas parasysh sa uri, e pa buk, e pa ujë, ka njerëz në përbot, ti pas parasysh sa fëmijë vdesin në mungesën e ushqimeve, ose vdesin edhe nga plumat e prallat që i krijojnë njerëzit. Prandaj që thamë që... Dhe me thanë dy ekstremet në botë, disa vejnë ushimin të e tretë, disa e dëshrojnë ushimin. Prandaj që pavarësisht se njerëzit mënohen me dekada me shekuj, bota ala nuk e ka gjetë veten aty ku duhet. Por kjo nuk të thotë që njerëzit nuk duhet me ba gjithë secili atë sa mundet, me ba atë, si më thanë, hapin e vetë. Hapin e vetë, fjallë fantastike kja, se edhe na
e dina dhe më thonë që kina marrë një mision shumë të vogël, krejt i vogël, edhe kisha thonë, so shumë jena lol me njerëzit që ndoshta na se zdu me thonë as fjallën e ram, por me të thonë drejten kanë ndoshta 5 filxhana, po i dhimet një filxhan. Kanë mundësi se s'kërkojnë fëmija apo një plak ose një i smur, nuk kërkon mi ble kështjell, po një gjatë vogël, edhe kur e ka një mundësi për me e ba një gjatë krejt të vogël, ba mirësie, thojnë, ta po shifna herën tjetër se këtë herë kalume. Edhe aja... Ose kanë fjalë të mlaja edhe punë heq. Aja është kaq. Aja është e saktë. Shumë fjalë të mlaja edhe asë dhe një punë. Ti japin ata premtimet pa fund dhe mandej zhduken atëherë kur duhen. Ja, ka njerëz që ndihmojnë, ka njerëz që s'ndihmojnë, por është një shprehje. Paja hangër hakun aty në që ndihmojnë, po tham sa njerëz tjerë. Sidomos në fund vitit për shembull, ajo gjaja më vogël që njeriu mundet me bë kur e ka mundsinë. Ja, është shkruar në një libër fetar që thotë kështu. Sa më shumë që të mushet xhepi, aq më shumë të shprazet shpirti. Ka disa njerëz që kanë mundësi, por kanë shpirtin e vogël. Shpirtin e vogël. Ka njerëz që më kujtohet një fragment i vogël se ka një temë në vetë, më kujtohet kur ra tërmetin e 2019 në Shqipëri. Një fatkeqësi kombëtare, ai ishte një tragjedi e madhe. Në tani kena pa videot e sa ka dhënë njerëz. Ka një burr në Kosovë, kishte marrë pensionin 100 sa euro, edhe gazetarja qëllaj aty, edhe i heku të na majti vetëm 2 euro për buk. Edhe i qovi në Shqipëni. Pra, aja është shpirti i madh një njeriu. Njërë sa kishte në qep, i qovi në Shqipëni se e ditë se kanë nevojë njerëzit, edhe nuk e bani për famë. Ina të kalu të është një muhabet krejt tjetër, një temë komplet tjetër, po kja ka pak lidhje reflektim, sepse kja që tha Manjola, na ka reflektu dhe ne, sepse si tha dhe Manjola, kina marrë një dhe emisionit, që me prej krejt shkurta gja, edhe kjo është një reflektim që edhe na kina pas këtë vit, se nuk e kina dit, se si ka me na shku, shqyr zotit, kur ne kina hi kësa rrug, ne kina hi që ne do t'a krym, gjithsesi, por ka ba shumë për shtypje, sepse nuk kam kanë nëherë në këtë pozit, se sidomos këtu në Michigan, me këtë komunitet kaq të madh që kena, kur vjen një këngëtar, kur do qoftë, nuk ja din as emnin, e kena përmend edhe në episode tjera, na vrapojmë, na ngajmë, me pagu, veç me hi mren, veç për me hi aty, edhe më shumë mu duk. Po kur është puna për një mision që është komplet human, s'ka ku shkon ma human, distancohna, hezitojmë, edhe kjo ka një reflektim fakt, edhe shumë... Sepse kjo është reale, është moment. Dhe më thonë, ndoshta sa punën e kina ba, për njerëz dhe më thonë, ta ndalin njerëz të... harrojnë i fje, jo të po të diftaj, ma se len pa, ja majman ka me diftu, edhe por, ose, ka me baj i kështjel, pa marrë thjesht sa për simbol, edhe dhe më thonë zhduken masa saj, po jo, këto janë reflektimet që na, thame këtë vit, Dhe pse ishte një diçka shumë e shpejt, sepse na kena 4 muaj e gjys që kena hap këtë podcast, 5 muaj, koha të kalu shumë shpejt, por ndoshta dikush thot, shumë diçka e shpejt. Gjona që bëhen me zemër nuk dojnë kohë. Kështu që na çdo gjë qysh në ditën e parë, edhe deri sot e 100 vjet që do t'ja lajmë dikujt tjetër këtë podcastin se s'kena me kënë këto, na gjona do t'i bëjmë vetëm me zemër. Këto gjona që bëhen me zemër nuk bëhen për mu duk. Kja edhe herë ashtë ja që ne 4-ve na diferencan. Prej tjerëve. Edhe kjo nuk është në fakt që e thojmë vetëm na, se me e thonë vetëm na thonë, hame se jeni të lëvdu vedin. Por me thonë drejten, a çdo person që ka shkel, ka vu kamen të kja odë,
ka thonë, sot, si më duket, dhe më thonë, ka lej ka shpejt, që është kja, dhe më thonë, është magjia e dashnisë që kina pasë për këte, është me të vërtet që vjen prej nesh, prej zemrave tona, prej Manjolës, Marko, Jones dhe Elvisit, që ju se shifni në për episode, nështë a keni pa 1 ose 2 herë Elvisin, por është me të vërtet dashnia e 4 zemrave të mlaja. Prej mend jena zemrat mlaja, nështë të smundën me bë mrekullit mlaja, po kena zemrat e mlaja, dëshirën e male, dashnin e male. Edhe Allah se kam përfundu, edhe tonë zemrat tuja jenin zemrën tonë. Marko Mazallet, shef të folti për Terezit tonë, më vëlla thot presi du me fillu vetë fjalin teme. Vazhda Mark se po te 3 herë mo ndërprehet njëri. Vazhda. Jo, dhe të më diftu një diqa shumë interesante. Po. Një gru kishte lopën 7 zanë. Inshallah. Ka shumë interesante kja. Sidomos për reflektim fund vitit. Po bra. Levici. Po. A një thua po ma shumë. I thot, djali, shka më i natë dhe ka pas mina Levici të shtritit, thot, Bo me marak. Shka le, thot, shka në kja, e avi, ku e shë burrin të fjet afer lopës. Po. Ka më mërë të këto? Unë pa përstot me Levici. Po ikë mërë, thot, se këtën lopa se ka ba Vici, thot, po ikë, thot. Se panë këto, se të shëfty. Marko në kena humër i sonte. Tanë, bërtalita festash. Të janë Barceleta festash në Amerikë, që kina ikë para sa vjetëve, edhe në honë metit a Barceleta, kështë që janë Barceleta shkodran në Amerikë. Një vitit është për tanë, pa mërësisht se thëmë që janë festa një në tjetër, por në ka ikë edhe një vit. E uroj që vitit tjetë me shnet dhe me gzime, me marësi, për çdo shqiptar ku do në botë që është, edhe inshallah dënë Zoti ëndrat që i kanë e dëshirat ja realizon sa më shumë gjithkuj. Duhet me kenë tante vëmendshëm e me pas parasysh se suksesi më i madh në jetë edhe ëndra më e madhe në jetë është shneti edhe familja. Pa shnet dhe pa familje, tjerat janë copa kote që nuk kanë mujt me tavan. As nuk munden munjit, në fakt, pa me kenë shumë një pjesë. Se janë ba festat, janë ba shumë, edhe herë si e thame, shumë me gjana materiale, është ba gjdo gja, është ba biznes, gjdo gja, nuk nihet aja knatësia e fest ma, i ka hupat kuptimin që për qajna të festu, është ma shumë kale njerëz, edhe këtu, ku jetojmë nëse, në Shqipni, në vendet tjera, po që po kale njerëz që nështë nuk i kanë mundësinat për me abli nështë fëmis ose familje, shokve, ose hinë nështë edhe në bërgjë, vëshsi e si që mu duk mirë, me ble pesheshe, dhe më thënë ka hupat kuptimin festa, ba gjithë shka peshesh, si që thash edhe parë, nuk ashtë që kene në pëm, ashtë që ki për rrëth pëms, kush rrëthon për rrëth pëms, që ka rëndësi, jo që kena në pëm, ato pesheshet janë shumë... Për i shafmi për herët parë... Për koshme. Për herët parë... Skogjo. Për herët parë... Ma i mend që kam pa fishek zjarët, na kena jetu në Gjohadal, e kishim dhomën e gjumit në Shkodër, dhomën e gjumit e kishim kap dyt, edhe kanë panis me hedhë fishek zjarë me gjithë Shkodër. Po. A ishte gjoja, ma isha fmi, isha 7 vjeç, 9 vjeç, 10 vjeç, ishte gjoja ma bukur me zi shpritje se ishte kuj vepër. Sot mushet tanë qytetet me fishek zjarë e me... E je vetëm fishek zjarë, po që po më kujtojt e tesh dikur, si theti fishek zjarë, me zi ki prit me dalë në pëgjire mi pa, sot edhe aja s'ka ma kuptim. Ta njëna me telefon në ndorë dhe jina të inqisu, të filmu diqka. Nuk ashtë ma aja njenja e momentit, nuk e shioj momentin, ashtë gjithë shka, ashtë telefoni, ashtë me postu diqka në rrjete sociale. Po, ashtë shumë e fështirë, jena viktim. Tani jena viktim. Jena viktim, nuk ashtë shumë e fështirë. Po kjo është një reflektim i bukur se? Ashtë, po ashtë shumë e fështirë, mas më ranë këtë kurthin e kësaj. Ose për shembull në një darkë familjare, jena tanë, si thëdhe ti, tanë e bajmë të njëjtin gabim, një darkë familjare, sidomos një herë në vit pakten, kur mlana tanë bashkë, sa tavolina ke, që nuk kanë asnjë telefon në tavolinë.
Pra tani kena telefonat, tani nuk kena 100% lidhur njëri me tjetrin, as në muhabet, as këto telefonat na kanë largu shumë njëri për tjetrit. Edhe kur jena të njëjtin ambient, prep se nuk jena tafrum. Sepse ndoshta është ajo që kujtojmë se tu e marr aty, e shijoj më shumë, por me të vërtetë është që shikon syni e ta ndin zemra, është capture Joan për këtë lutem. Për këtë marjet. Për këtë marjet. Është ai momenti më i bukur, fotografia më e bukur që mundesh me pas, është ajo që i ruan zemër, edhe që ta ka fotografu truni, por e ruan zemër. Kështu në me që kanë kujtojmë na, si e dina tanë, bile Elvisi është ai që e njeh më mirë, sepse marr pjesë në këta koncertet, festat që bëhen këtu në komunitetin e Michiganit. Edhe për festat e fund vitit në Michigan bëhen shumë darka, shumë mramje, mbledhen shumë shqiptar, siç e thash në fillim me traditën shqiptare dhe me flamuj shqiptar dhe amerikan. Edhe për ne është kënaqësi që kena mundësinë që pse jetojmë mërgjim, na me familjet tona, me fëmijët tonë, mu mbledh me shqiptar, me vllazët dhe modat tonë shqiptar të tana trojeve, edhe me festu këtu në Amerikë. Të shdu me thane të bërculetin e vogël, në fakt që na e tha Elvisi, para 10 ditëve para se me fillu kjo festat e fund vitit, Elvisi filloi turnenë që kishte dhe i thame, ku ke me kenë, mar Elvis? Tha, ku ka me kenë? Pa më jo diftu, tha tana shtetet, edhe vendet që ka me kenë, ka me ju marrë me të konë, ka me ardhë me ju qitë dhe, kështu që atë fillaja, edhe numre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, balë thonë, më në la aty. Dhe më thonë, kjo difton, me të vërtet ky mesazh ka dy kuptime. Një, që në të tana vendet, pakten për që kina pa në për medjet sociale kanë festu festat e nanorit, dhe si në Amerikë, si edhe në Kanada, se vetë Elvisi ka kënë 3 herë në Kanada, dhe pa të keqen 5 shteteve në Amerikë. Kjo difton dhe më thonë si me të vërtet kena atë qysh nanor e deri për vitri, kujtoj ka mramje pa fund. Festa pa fund, bashkimi i tonë komuniteteve në për shtete ose vendet ndryshme. Edhe si e thame për komunitetin e Michiganit, nuk du unë gjithmonë me përmend, se duke si kur vetëm unë e përmend i komunitetin e Michiganit, ma shumë se Manjola edhe Joana. Pa një kena lënë për shtëpi. Me vërtet si këtu është e Shqipnia e vogël. Michigani është një Shqipni e vogël që i ke tana mundësit me shiu, jo vetëm muzikën, por edhe festat, çfarë do lloj feste që është, kombëtare, shqiptare, qytetare, fshatare, festojnë të në Amerikë. Edhe është privilegj për ne që jena pjesë e këtij komuniteti Michigan, edhe është privilegj për ne që festojmë të tanë së bashkut. Është edhe privilegj se na flasim më shumë për festa, por është edhe privilegj që në komunitetin tonë, përveç se festave, na edhe kjojmë ka herë tonë bashkë, sepse kena edhe tana këtë vit kena pas edhe raste që njërës shoqënia jonë kanë edhe njërës e vetë dashtën, edhe atëherë ke ma nevoj që të kesh shoqënin afër, që të kesh njerëzit afër, se me festa, me dasma, kalohet disi edhe gjithkush ban qef, po jena edhe me fat që kena një komunitet që në fakt shumë të lidhon edhe e mbështesim një tjetrin atëherë kur taman në rëzën jeta, sepse po të theme një herë ka shumë halë njeriu i kalan, por humja e njeriu dashtën nuk besoj që ka në një halë më të malë. Kështu që e kena edhe këtë gjë për cilët jena... Se na jena pjesë e këtij komunitetit, gjona e preku pak, por na i përjetojmë për ditë të humjet që ndodhin në komunitetin shqiptar, si të ri, po ashtu edhe të vjetër, por shoqërues zotit që janë të lidhur në mënyrë si e tha Joana, edhe kalojmë edhe dhimbjen tonë së bashku, ashtu si kalojmë edhe gëzimin, edhe familjarët e tyne duhet me besu në Zot të jenë të fortë, me i kalu këtë dhimbje, sepse jeta është e tillë, jeta të provon, të sprovon, dhe njeriu duhet me kenë shumë i fortë. Ka kenë një vit shumë i ngarkum, sepse jo vetëm këtu në komunitetin ton, por nga që kena këto mediat sociale, rrjetet sociale,
a informacioni vjen në sekonda, ku do që nolin gjana, sidomos me shqiptar, se për atë gja jena ma të interesum për me dit, edhe kena se ka pas fatkeqësisht shumë rini që kanë hum jetën si mjetë. Në tanë botën, shqiptar në tanë botën, dhe urojmë që ky vit i ri që ashtu ardh, t'jetë një vit sa më i mirë, sa më i paqët, edhe sa më me pak fatkeqësina për ne si kam. Po të më dali fije për i temet, derisa me thanë që më thonë njerëzit sa mirë marrë podcast i ju, ka shumë njeksa, shumë like, shumë komente, mu më të ndërë në më shkën menja, as të Manjola, as të Gjana, po më shkën menja të ju, se ju jeni ata që ne na manin këtë pikë ku jena, edhe donë zoti, vazhdoni edhe na ngrit një manet. Po gjithashtu, derisa me qumë ushtrimet nga Oda Podcast, familjarëve të Shpat Kasapit, sepse ishte nërtë partë që besojtë na ka njek edhe na ka suportu, që në fillim, është një humje madhe për tanë ardhin shqiptar, por veçanërisht na i qenë ngushëllimet, familjarëve ti, po shofën paqë, Shpat Kasapi, është një humje madhe, një humje për gjithë kombin shqiptar. Pra, me fjalë tjera, kjo është ajo që na duhet me bate zemrën e madhe, ta suportojmë njëri tjetrin dhe të falim dashni. Ku ka dashni nuk ka xhelozi, por në disa raste se mandena ka me thonë që po ka dashni, ka xhelozi, por në fakt kur ja din vlerat vedit, nuk bëhesh xheloz për kërkan. Edhe këta njerëz të mëdhej ose figura artit, shtetit, gazetariet që na ndjekun edhe na kanë suportu në hapat e parë, janë sepse ato e dinë se kush janë, s'kan pse më bë xheloza për ne. Pra, është dashni, le të suportojmë njëri tjetrin, ta bëjmë atë që kena thonë qysh ditën e parë, t'jena ajo ora midis njerëzve të thjesht, sepse na jena njerëz të thjesht, t'jena ajo ora lidhse. Sepse falë Manjol, sa ta kanë kuptu qëllimin ton, që na kena bërë shumë të qartë, që ditën e parë, edhe në episodin e parë që mos kishim jo keq kuptime, sepse ne nuk kishim nevojë për me dhanë shpjegime, por që ne nuk kena gazetar, e kena përsërit vetin disa herë. Sa u bëm bezdishëm. Po, sa u bëm bezdishëm, edhe kjo edhe herë është ajo që ne na bën ndryshe, sepse na jena ndryshe, ne nuk dona që me kenë gazetar, na tanë kena profesionet tona, na jena Manjola, Elvisi, Marko dhe Joana, edhe për atë ju jeni, na keni lanë kaq dashni edhe kaq mbështetje, sepse shifni një diçka ndryshe, një diçka që nuk e shifni në televizoret shqiptare, edhe në shumë rrjete sociale të shumë gazetarëve shqiptar kudo që janë. Me të vërtet, na jena me fat sepse ju kena ju, edhe ju na keni bë këtë që jena, sepse e dini sot sinqert jena. Po jo vetëm ajo, unë hi lexoj komentet shpeshherë. Ja shpeshherë lexojmë gjithmonë. Marko shpeshherë. Unë shpeshherë, se ju dyja e di që keni harxhuar dhe harxhoni shumë kohë me kthy komente njerëz që gjaja më mirë, po nga që unë e kam fije punën i fije në mandrin e shet nga kume. Na drellim zinxhirin ta ditën. I fije martë, po me të vërtet habitem me sa shumë dashni e respekt na flitni, na uroni dhe na suportoni. Sa që nuk dhja si me ja u shpërbly, si me thënë, adin, na nuk mund da nështë me dhanë në gjanë shumë të madhe në këtë Oda Podcast, po mundona me pru pak zemër, pak shpirt e emigrantit, të fillu nga tashnia, nga malli edhe nga vujtja, sepse emigranti i ka tëna. Nuk ka se je emigrant edhe jeti ban një jetë për sosë një jetë lumëton, ka dhe raste që në emigracion edhe ke dhimje, ke mal, ke vujtjen, ke dashnin, i ke të tëna njënjat. Kina qef paka shumë me kenë realista. Me kam tokë. Në këtu, po edhe ju atje me kenë pak barabar, me do ata njënjat që kena të përbashtat. Kina thonë se sa edhe në kjo se një herë, në një episod toni e gjeni vedin, na kena arrita qëllimin ton. Dhe më thanë, na marrim shumë mesazhe për josh, shumë pozitive, që e gjeni vedin në fjalë që thojmë, edhe një herë këta fjalë tona nuk janë përgatituna, këta janë fjalë shpirtit, këta janë fjalë, këta janë mendimet tona, janë ato eksperiencat tona personale. Manjol ki fillu më basi Marko. Disha,
gjatë gjohës që fledesha me jo diftu që primën faqet e Markut, e ka këtë librin këto. E shifni që s'ka si së të shkrume? As tenen, as anenen. Kur mërzitet mërë lopsin dhe shgarravit. Jo, atë që unë menoj që nuk dënë shumë shpjegim, sepse ne dallohena që na nuk jena të përgatitën, po them pra, na dallohena që nuk jena të përgatitën, sepse s'kena nevojë për me kënë të përgatitën, se qëllimi jonë nuk është që na të dalim si Gjoana është ma shprehuna, ose Marko, ose Manjola, ose Elvisi. Qëllimi jonë është edhe njëherë që t'jena të bahna një urlilse e kujtimeve që kena me vendet tona, me trojet tona shqiptare, kudo që janë Kosovë, Maqedoni, në Malësi dhe në Shqipni, në Qamëri, edhe të bahna ajo ura lilse, por të bahna edhe ajo oda, e cila jo promovon, se promovon duket një fjalë jo që na përshtatet, por pse jo të kena këtu të ftum njerëz që kanë diçka për me tregu për jetën e tyne, jo thjesht e di që kena pru shumë të ftum me diftu sukseset, por në të ardhmen kena me pru edhe të ftum tjerë që se suksesi nuk është gjithmonë puna ose profesioni. Ka njerëz që kanë lanë një ndikim shumë më të madh se sa profesionin e tyne në komunitet ose në jetën e dikuj. Do t'i kena ata njerëz edhe do të bëjmë edhe lidhje, se kena edhe shumë kërkesa me bë lidhje me shqiptarë kudo që janë në përbot, jo veç këtu në Michigan, sepse na nuk jena vetëm për Michiganin, jena për tanë shqiptarët kudo që janë tanë botën. Këto janë, domethënë, planet e së shpejti, pavarësisht se si ta Gjoana, domethënë, na kanë ratë tana për i herë, edhe ka kene vështirë për mi balancu dhe mi marrë të tana, por si rritën a bashkë me ju, një ashtu kena mi ba të tana një ka një, edhe priman sukseset, janë ata që janë oshta njerëzit, por është gjyna të prap, aja ura lilse, do në edhe këta edhe ata, se s'mundën me harru, as njerëzit që kanë punu fështirë, kanë sakrifiku për me arrit, për arritjet e tyne, po edhe njerëzit e thjesht, sepse ashtu jena edhe na. Edhe ata njerëz duhet me diftu për nështë edhe thjesht një prejkje zemrat që kanë pas të dikush, ose Gjan, edhe mas me pa pas asisam, aja ke arritit të në Amerikë, ose në Gjermani, në Kanada, në Zvicër, në Belgjik, kudo që t'jesh, a ke arrit, a ke mi e tu, bravo të kjoft. Pra dhe herë minutat kalojnë, na kena qenë më shumë këtë, sepse të ne këto komunikojmë me ju, por minutajë është i rezervum një fije, ose si me thanë, ka një farë limitit, na ju urojmë tanëve gjdo fest që të vinë, na do takona mënoj edhe para festave tjera. Pa tjetër, se na takona për çdo javë, Mark, po ke harru. Ja, e di, po flasë për punë festave. Po, edhe 4 javë dojnë. Çdo shqiptar kudo qartë në përbot, t'i gëzojnë festat, zbashkë me ta të gëzojnë familjarët e vetë, gëzojnë fëmijët e vetë, sepse jeta është e mbushur me dashni, por na duhet me e gjetë dashnin se ku është. Dashnia s'vjen kur me të kap ty, por na duhet me e gjetë dashnin edhe me e shiju urimet tanëve. Na gjej këngë të lezetshme, se ti e këngëtar se the që kishe. Na hapi albumi herë. Çat dush mo? Dan folklor. Ja çat dush. Të shtevën kam një repertor shumë gjeshur e kam Marko. Pa hajde herë për të kënu para të këngën më kujtuaja kënga e vjetër. Nuk e di kush ka kënu, aja erdha tek ty. Me dritë në sy, as një fjalë s'fola unë, zemrat vrana shumë, sa më ti gjërë, kjo vjet një dashuri e re. Ne përshtigje ku që gjeta shoki dashur ty të gjeta unë në ty. Unë në ty. Pas këna harru Ju lutem, mos na bani unfollow. Nuk do ta loj Markun me këtu ma. Ju premtojmë. Ja. Nëse na këtu knojmë, flasim, lexojmë vjersha, çdo gjë e bëjmë edhe herë me qef, edhe me zemër, jena sigur që nuk na gjykoni, që jena vetvedja edhe jena gjithmonë realista. Bravo. Përshëndetje. Vajzë dhe me thanë, deshta me lexu një poezi të Markut, me qenë se aja poezia tjetër kishte shumë sukses, po thash me këtë poezin
mos t'jenë edhe aq e dhimbshme, pavarësisht se edhe kja ka lidhje me dashnin, edhe kena thonë që dashnia Vret. edhe është edhe e dhimbshme, edhe titullohet edhe një herë poezia është e Mark Deda, këto. Unë Gjoana, po jo recitaj, po e lexoj. Se deshta me shtu dhe diçka tjetër, se Marko është shumë modest, po Marko shkruan shumë bukur. Edhe na herës kena me pas disa poezi të Markot, me qenë se Marko nuk jashtë mushmenja ala për me ba një libër. Së shpejti. Poezia titullohet Letrat. Sa herë vetëm më ka dzan nata, ta kam shkru një letër ty. Shkruva njenjat krejt që pata, der kur gjumi mra mbi sy. Ti kam nis në adres vjetër, as një letër s'pas ke marrë, mora vesh jetën vend tjetër, m'jan kthy letrat tana me rallë. I kam hap, i kam lexu, madhin, lotin dhe larkësin. Në një varg i kam bashku, që ti mshtjell me melodin. Ti të regoj hallet me kang, se me merr malli për ty, me ta pru hanen nër kam, me ta pru edhe diellin ndërsy. Kam një gju se sikur mu, ka tha zemra shumë larkësia, në vargun tem janë të i pushu, njerës që vra i ka dashnia. Bravo, Zana. Bravo, ke na rënqathë mishin. Bravo Mark për poezin që ke shkru. Bravo Gjoan që e lexove me aq pasion e me aq Dashnia vret, dashni. por në fund ta mbyllim me pak dashni, si kena thënë vret, por në fund dashnia është gjoja më e bukur në botë. Më bukur. Edhe një herë ti tu në malen s'kena kryer ala. Ja me, tashmë për më dhe me i kongë, e klojmë të tre bashk. Po, dishta me thonë edhe një urim para se me myll Po, me tjetër. kongën, pavarësisht se ndoshta kena mu taku prep me dhënë edhe disa urime tjera para festave të fund vitit. Uroj tanë shqiptarët kudo që janë, që inshallah gjithmonë i pritni festat, jo vetëm me tavolinën plot, po mi gjitha i pritshi gjithmonë me zemrën plot. A jena gati? Jena gati. Unë po i larguam pak mikrofonin. Ja me, se s'ka gjo. Të shna kena edhe 4 emisione tjera të pëthojnë atë Luleborën, Shkodran. Kena edhe 4 emisione dherë për të, së isha me dhënë të dhënë. Oh, si Dukatin, që sa bukur. Bravo. Ky kujtan, unë si kujtaj, kështu që për një te kena morë kon këto. Jo, më vjen shumë keq, unë s'thashun që s'du me kënu, thashun e se dita që... Si dukat, kush ta prish ty? 2, 3. Si dukat i vogël je, hajde shpirt e rrimene. Si dukat i vogël je, hajde shpirt e rrimene. Pas ka dalë një gangjire, era kara i fili vjen. Hajde, cakrak ma goten, mos malen si të vorfen. Hajde, hajde, cakrak ma goten, mos malen si të vorfen. Hajde. Ke ishte e pjesë e bukur, në fakt. Letrat kur mi qojshe, marakun ma shtojshe. Letrat kur mi shkrojshe, marakun ma shtojshe. I kunata zbardhi dita, tu i shikju satin. Hajde, cakrak ma goten, mos malen si të vorfen. Hajde. Bravo.
Përse nuk ka burë, në për dasma. Ka mos e konë me ladzon për në verë për djallë. Edhe jena beze. Atëherë pra dhe misioni toni erdhi fundi, për unë Manjols, Marko Gjoans dhe Elvisin, ju urojmë një ditë, një natje, një masdite kudo ku jeni në përbot të mrekullueshme. Ju duam shumë edhe shifemi javën tjetër. Mirupafshim. Mirupafshim.